Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Teras dënoi përpjekjet e Serbisë për të ndërhyrë në zgjedhjet lokale të Kosovës. Ai tha se dënon ashpër manipulimin dhe ndërhyrjen e Beogradit, duke cilësuar ato si armiqësore dhe përshkallëzuese. Në një postim në rrjetin X të premten, Teras tha se ndikimet dhe ndërhyrja e drejtpërdrejtë e Serbisë në zgjedhje janë bërë sërish të qarta. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë publikisht kanë shpallur mbështetjen e tyre për një parti të caktuar politike serbe të Kosovës. Kanë shpallur zgjerimin e skemës së ndihmës sociale në Kosovë dhe kanë njoftuar për mundësi të reja të punësimit afatshkurtër në institucionet e drejtuara nga Serbia në Kosovë në ditët para zgjedhjeve. Shkroi ai ndërsa u bëri thirrje autoriteteve të Serbisë të ndalin veprimtarinë e ndërhyrjes në zgjedhjet në Kosovë dhe t'i lejojnë qytetarët e Kosovës të zgjedhin në mënyrë demokratike përfaqësuesit e tyre lokal. Serbia u akuzua edhe për ndërhyrje në zgjedhjet e përgjithshme të shkurtit, ndërsa misioni vëzhgues i BE tha se Beogradi ushtroi trusni ndaj votuesve serb në Kosovë. Qëndrim kritik gjatë kësaj kohe mbajti edhe Gjermania.